Në këtë periudhë të vitit rritja e çmimeve në tregje është e dukshme. Fruta e perimet janë shtrenjtuar me 20%, kryesisht produktet e importit, për të cilat tregtarët thonë se nuk është në përgjegjësinë e tyre. Çmimet tashin në shqiptarë kemi 20 ditë, jo më në kohën që afron festat. Kërkesa është më nga gjithë konsumatorët. Mund ta verifikoni edhe këtë shumica. Pastaj duhet të keni parasysh se ka të bëjë shumë me cilësia e mallit. Sot bashkëpunoj që cilësia ishte 3000 lekë shumicë. Ka 300 lekë të reja me shumicë. Biles ose mora para, nuk është as dot, është shumë shtrenjtë. Produktet të cilat kanë pësuar më shumë rritje janë domatja, kastraveci, meshurka, kungujt, ndërsa e kundërta ka ndodhur në produktet e sinës, si sallata, lule lakre e të tjerë. Por në fakt kjo rritje, e cila deri më tani varion nga 20 deri në 50 lekë, ka rënduar konsumatorët. Ka rritje çmimesh. Të gjitha produktet pjesërisht janë të rritura. Edhe kryesisht për rastin e festave. Pensionista jemi, kaq kemi, sa kemi do marrim. Ndryshe nga vitet e mëparshme ku grupet e punës nga AKU, Agjencia e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Tatim Taksave kanë dalë në terren për monitorimin e çmimeve, si vjet janë vetëm përgjegjësit e mini bashkive që kontrollojnë tregjet. Ndryshon diçka nga muajt para ardhës, si më thon, por nuk janë ngritje çmime të ndjeshme ose tregtarët që janë presin e ditë feste edhe ndikon në çmime. Dhe tregtarët pohojnë si me afrimin e festave, rritja e çmimeve është një situatë thuajse e pashmangshme.